Shikues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve të televizionit. Shikues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve të televizionit. Të mërkurën pas dite është varrosur 17-vjeçari Blerant Muharremaj nga fshati Gjinoci komunës së Suarekës, i cili u therr me thik nga disa të rinj ditën e djeshme. Qytetarë të shumtë, jo vetëm nga komuna e Suarekës, i kanë dhënë lamtumirën e fundit të miturit Blerant Muharremaj nga Gjinoci i Suarekës, i cili ka ndëruar jetë nga plagët vdekje prurse nga therrja me thik që ka ndodhur të martën pas dite në stacionin e autobusëve në Suarek. O Blerant, i biri Shabanit, përkujtoje kalimin e kësaj bote që kalove prej saj me fjalën La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah, që do të se nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhamedi është i dërguari i tij. Xheneti, parajsa është e vërtet, xhehenemi, perri është i vërtet, dita e ringjalljes është e vërtet, dita e fundit e kësaj bote do të vjen në te, nuk ka dyshim. Zoti do t'i ngrit të gjithë nga vorrezat. Ti pajtove se Zoti është edukuesi yti, Islami është feja jote, kurse Kurani është udhërrëfyesi yt, Muhamedi është predikuesi i Islamit, Qabja është kibla jote, besimtarët janë vllazët dhe motrat e tua. Dihet të vërtet se Zoti është edukues i botës së vërtet. Thujma në fund, o Zot, mos më le vetëm, ndihmojmë se për ty pata nevojë, sa isha gjallë në këtë jetë, sidomos sot kur me lanë vetëm prind, familja, përfisi shokët të gjithë shoqët e mia, e ti më i miri ndihmtar, o Zot. Jam një shok i ngushtë i Blerant Muharremaj. Me Blerant Muharremaj kemi kaluar shumë mirë, u kon një nxënës i sjellshëm, një nxënës i mirë, nuk ka pas probleme me askënd. U kon një djalë shumë i sjellshëm, i kulturum, i kohër në shkollë, kemi biseduar, kemi nejt, s'ka pas probleme me askënd, u kon një ndër nxënësit më të sjellshëm në shkollë. Nëse kemi kryer mësimin, ka ndodhur tragedi dhe mos andej kemi ndëgjuar se Blerant Muharremaj është vrarë me thikë dhe Ndryshe, viktima 17 vjeç, që ka ndëruar jetë pambritur në spitalin e Prizrenit, kishte qenë djali i vetëm i familjes. Nga ana tjetër, të martën sipas informacioneve nga mediat, pas përleshjes së disa të rinjeve, ndihmë në spitalin e Prizrenit kanë kërkuar edhe 2 prej 3 sulmuesve të dyshuar, pasi gjatë përleshjes kanë marrë ndihmet e lehta. Shikues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve të televizionit. Rruga nga fshati Besi deri në qendër të Podujevës mund të jetë ndër të rralla që nuk matet me numrin e kilometrave, por me atë të rrethrotullimeve. Në rreth 19 kilometra gjatë vozitjes do të hasësh në gjithsej 12 rrethrottullime. Qytetarët që kalojnë këndej thonë se këto janë bërë shumë afër njëra tjetrës, pa nevojë. Edhe është puna që sipas njëftësisë po bëhen gjitha. Se rrethi duhet me kon minimumi bile 500 metra njëri për tjetrit. E këtu ka rreth edhe deri në 250 metra, 200 metra. Vetëm hajtë sipas njëftësisë. E kjo është e padrejtë. Ankesa kryesore është për rrethrotullimin në Vranidoll, të cilin shoferët e konsiderojnë të rrezikshëm, pasi thonë se po ndodhin aksidente të shumta. Rrethi më i rrezikshëm është për kerë në Lopçatje. Eksperti i komunikacionit Nol Dedaj konsideron se zgjidhja më e mirë do të ishin nën kalimet. Nuk është ajo zgjidhja më e mirë se sa nën kalimet. Nëse rregullohen të rrugë nacionale, sigurisht se shpejtësia e lëvizjes është shumë më e madhe dhe koha e lëvizjes së automjeteve në Prishtinë do të jetë jashtëzakonisht më pak se 40 ose 50% më e shkurtë. Dedaj vlerëson se kësaj rruge duhet i bëhet auditimi për të parë efektin e këtyre rrethrotullimeve. Shikues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve të televizionit. Për goditjet e një pasnjohshme ndaj të moshuarës në Pej, Minire Bytyqi Nura, të regjistruara në nëntor të vitit 2022, Aurona Pelaj nuk do ta ushtrojë profesionin e infermierës për 5 vjet. Po ashtu në vend të mantelit të bardh, ajo pritet të veshje lekun identifikues të burgosurve, pasi gjykata themelore në Pej e dënoi me 2 vjet e 3 muaj burgim.
E kam ndihura urona edhe shkollët fajtore për shkak se me datën 29/2024 të orës 17 në pej në rrugën Maria Shvaku në shtëpinë e kujdesit për të moshuar orenda SHPK me dashje përdor forcë ndaj personi tjetër, përkatësisht ndaj të dëmtuares viktimes së ndjeshme Minire Bytyqi Nura. Megjithatë, Pelaj nuk e kreu veprën e vetme. Videoja që u bë provë kryesore në këtë rast ishte Shikues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve të televizionit. OSBE-ja në Serbi ka bërë thirrje tek shqiptarët që jetojnë në këtë shtet të marrin pjesë në zgjedhjet parlamentare. Në një reagim të kësaj organizate, e cila angazhohet mjaft rreth shqiptarëve të Luginës së Preshevës, është kërkuar që të gjithë qytetarët të dalin dhe të përdorin të drejtën e tyre për të votuar. Shefi i OSBE-s, Peter Burkhardt, thuhet në reagim, e ka vlerësuar si të një rëndësie të veçantë pjesëmarrjen dhe arritjen e të drejtave në këtë mënyrë. Të gjithë qytetarët duhet të votojnë në mënyrë që zëri i tyre të dëgjohet në Parlamentin Kombëtar, ka thënë Burkhardt, pas vendimeve të pjesës më të madhe të shqiptarëve për të mos marrë pjesë në zgjedhje. Shqiptarët, ka sqaruar shefi i OSBE-s, mund të shfrytëzojnë rastin dhe të japin formë të ardhmes së të rajonit në rrugën drejt BE-s. Idro Seferi, Top Channel, Beograd. Shikues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve të televizionit.